bërë krenar në çdo hap të jetës saj. Të gjithë ne sot jemi krenar dhe ju urojmë Anisës jetë gjatë, të lumtur, qoftë e bekuar gjithë jeta e saj, me familjen e saj dhe gjithë ne që e duam pafund. Jetë të lumtur Anisa, të duam pafund, je frymëzimi jon dhe je shpirti jon. Më ka bërë gjyshe në moshën 46 vjeçë. Dhe që ditën që ka lindur, Anisa sëkur më mësoj, jo sëkur unë mësoja, sepse ishte fëmijë shumë i qetë, ishte një fëmijë shumë e pastër dhe kishte cilësinë që ishte absolut në shkollë. Jemi shumë krenar për arritjet dhe na gëzon edhe momentet e këtij evenimenti të rëndësishëm të martesës saj me James Kapren. Zoti i bekoft të kenë dashurinë të dy si çift. Anisa ka shumë për të thënë dhe ishte fëmijë shumë e qetë, po ishte një problem që unë do ta them. Unë bja për të fjetur në 11, apo më shumë. Anisa, nëna, fillo tash i trego pralla. Jepja pralla tun, pastaj s'kishe mendje. Nëna, pse po flet tapa, më thoshte mua. Logjika shumë çonte. Po, jemi të dy krenar që e rritëm, po ne të dy ndjemi keq.